Tema për integrimet në Bashkimin Evropian ka dominuar në takimet në Londër, tha kryeministri Christian Mickoski. Ai është takuar me ministrin francez për Europën, të afërt me presidentin Macron, të cilit ja ka përcjellë qëndrimet e Maqedonisë. Mora да има испорака во делна гаранција од страмата Европска унија, мора да има испорака од нашиот источен сосед во делот на почитување на меѓународното право, почитување на европските институции како што е Судот за човекови права, интегрирање на македонската заедница во рамките на Министерскиот совет за малцинства кај нашиот источен сосед и така натаму. Тоа не се дополнителни услови, туку тоа значи партнерство, тоа значи добрососедски односи. Ndërkohë që Mickoski kërkon garanci, nga i njëjti samit në Londër, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme Kaja Kallas dërgoi sinjal tjetër. Sipas saj, dera për antarësim tashmë është e hapur. Dritarja për zgjerimin e Bashkimit Evropian tani është hapur gjerë. Sot në Londër u takua me partnerët tanë nga Ballkani Perëndimor për ta thelluar bashkëpunimin tonë në fushën e sigurisë, energjetikës dhe ekonomisë. Zgjerimi i BE-s është një investim gjeostrategjik në sigurinë e gjithë Europës. Së bashku mund ta kapërcejmë këtë. Pavarësisht kërkesave, Mickoski në një intervistë për TVM tha se mbetet optimist, veçanërisht pas, siç i quajti ai, diskutimit frymëzues me kancelarin gjerman Merz, i cili ka dhënë drejtim të qartë se si e sheh rajonin në të ardhmen. Megjithatë, kryeministri theksoi se më e rëndësishme mbetet detyra e brendshme. Јас останувам оптимист, но важно е да испорачаме домашната задача. Тоа е најважното, тоа е реформите и тоа ќе го правиме во периодот кој што следува. Еднината на државата во рамките на Европската унија, тоа е една од нашите поставени стратешки цели. Ние ќе сториме се што е во наша моќ да го исполниме, да исполниме оваа стратешка цел, но истовремено да ги заштитиме македонските интереси. Përveç eurointegrimeve, në samit është biseduar edhe për sigurinë, ku Mickoski ka theksuar projektet energjetike si interkonektorët e gazit me Greqinë dhe Serbinë dhe rëndësinë e korridorëve 8 dhe 10, ndërsa kryeministri britanik Starmer i ka ofruar ndihmë nga ekspertë dhe policë britanik për mbrojtjen e kufirit juglindor nga migracioni i paligjshëm.